Alo, ku është zori? Shpi i banimit? Ku në zrale? Po erdhen, në sekunda. Në kuadër të ditës botërore të zjarfikësve, vëmendja rikthehet tek roli dhe sakrifica e atyre që janë në vijën e parë të përballjes me emergjencat, mes tyre edhe zjarfikësi Elton Hoti, me një përvojë të gjatë në shërbim, që pasqyron guximin dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të përballur me rrezikun. Gjatë këtyre viteve karrierë në këtë shërbim, mu si person me ka bërë më të ndjeshëm dhe me guximtar dhe me ka mësuar se çka do të thotë vlera e jetës njerëzore. Ndërhyrjet në situata të vështira dhe të rrezikshme janë pjesë e përditshmërisë së këtij profesioni. Ndërhyrjet më të vështira janë zjarret në banesa dhe aksidentet ku mesin persona të bllokuar. Aty duhet të veprohet me një shpejtësi, sepse koha shumë e kufizuar dhe falë punës me ekipin, duhet të ruhet qetësia, mu si komandant grupit, të menaxhoj situatën. Kjo ditë shërben edhe si një thirrje për ndërgjegjësim dhe reflektim mbi rëndësinë e sigurisë dhe përgjegjësisë qytetare. Për të rinjt që kanë dëshirë të bashkohen këtij misioni kaq fisnik, i bëj thirrje që nëse kanë dëshirë të shpëtojnë jetë njerëzish dhe të jenë në shërbim të komunitetit, janë të mirëpritur të vinë pra këtij institucioni pranë shërbimit zjarfikës. Ndërsa për qytetarët kam një apel të bëjnë kujdes në çdo rast evidentim zjarri, duhet të njoftojnë me njëherë në numrin 128 dhe të japin adresën e saktë, sepse gjithmonë siguria fillon nga ne. Dita botërore e zjarfikësve vlerëson kontributin dhe sakrificën e tyre në mbrojtje të jetës dhe pronës, duke rikujtuar njëkohësisht rëndësinë e bashkëpunimit dhe kujdesit nga të gjithë për të parandaluar rreziqet.